Miq, do të flasim për situatën në lindjen e mesme, por të lidhur në Izrael edhe në Gaza, të lidhur edhe me Shqipërinë, pasi prej disa ditësh një aktivist shqiptar, Baki Goxhaj, pjesë e një flotilje që ishte nisur me disa anije në drejtim të Gazës me ndihmë humanitare, u bllokua gjithë personeli që ndodheshin pra aktivistët në këtë anije, u arrestuan, u kapën, u morën nga autoritetet izraelite. Dhe dje në media pam të gjithë videon dhe reagimin e ministrit të Izraelit, ndërkohë që aktivistët ishin të arrestuar edhe me kokë ulur të lidhur me duart të pas, një video që bëri xhiro në mediat e botës, shkaktoi reagime edhe në kancelaritë më të mëdha të Europës, por ndërkohë që ende nuk dim diçka konkrete për fatin e aktivistit shqiptar. Ministria e Jashtme mbrëm vonë foli për një transferim të tij drejt Izraelit, ndoshta më pas për një rikthim, duke qenë në kontakt sipas saj, duke ndjekur situatën, por gruaja tha që gruaja bashortja e zotit Baki, Riselda Balliu, tha që nuk dim nëse është gjallë apo jo, mbrëm këto deklarata. Por si kanë reaguar institucionet shqiptare për këtë situatë, do të flasim me gazetarin Gjergj Thanasi. Gjergj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit juve. Unë nuk do ju alodh veshët juve dhe djegësve të emisionit tuaj me si kanë reaguar autoritetet shqiptare. Nuk ja vlem bara qiran, është e kotë. Nuk mere me kuislingët. Unë kam një lajm të mirë. E kam të verifikuar. Në sajt të punës shumë profesionale të avokatërve të NGOs, të OJF-s Adalah, avokatër që janë të njohur nga pushteti juridik izraelit, pra që hynë e dalin në gjykat, janë të akredituar në gjykat, të gjithë me përjashtim të 1 ose 2 personave, të gjithë pengjet e marra në mesdhe nga Marina Izraelite, nga Forca Speciale të Marinës, janë liruar. Pra edhe për tirë edhe zotin Baki Goxhaj. Po, më dëgjo se ka ca hollësi. Masi janë marrë shenjat e gishtave, janë marrë në pyetje, janë kontrolluar trupat e tyre, si që kontrolluan ato anjet parë se ti mbysin mesdhe, që kjo është hesab tjetër se ato shndrohen në rrezik për lundrimin, po varja punë izraelitësh, ato tani janë ende me, domethënë para gjyqësore, ende me pranga plastike në duar, por policia izraelite e burgjeve, me urdhër të komisionerit policisë, mbi 100 drejtori që kanë ato, po i transferon nga ai burgu i tmerrshëm në shkretirën e Negevit për në aeroportin Ramon. Aeroportin ndërkombëtar Ramon. Një pjesë autobusëve e automjeteve, më mirë përqend sakt, kanë mbërritur, ka filluar dalja e të ndaluarve, se janë të burgosur, ndërto ka dhe vipa, për shembull njerëzit në terren kanë njohur motrën e presidentes së sapo zgjedhur të EIR-s, Republikës Irlandës, antare e Bashkimit Evropian Irlanda. Ndërto kuptohet që është edhe Bakiu, se janë vetëm 2 pengje që i man ala Izraeli me kështu me akuzat të shpifura, siç kemi pas në agitacion propagandën ose krijim organizate kundërrevolucionare që kemi pas ato të kohës komunizmit. Janë zbritur, të paktën një pjesë prej tyre do të deportohet në drejtim të Turqisë. A kanë mbërritur avionet nga Turqia apo nuk kanë mbërritur, nuk e di. Por di që të paktën një pjesë, ndoshta të tërë, do të deportohen drejt Turqisë. Pra, tashmë shtetasi shqiptar Baki Goxhaj ka zbritur nga automjeti, autoburgu, le të përdorin termin autoburg, dhe gjendet në ambientet e aeroportit Ramon. Nuk besoj se të paktën për jashta nuk ua kishin hequr ato prangat plastike, ato prangat e bardha, por është lajm shumë i mirë që gjendet në aeroport dhe është çështje kohe do vi në Turqi, nga aty pastaj do bën ato procedurat e policisë turke të emigracionit
dhe kufirit, dhe pastaj do tranzitohet, do hypin avionin tjetër që do vinë për Shqipëri. Kur linë në aeroport do e presin shokët e antiterrorit, do bëjnë edhe ato procedurat e tyre, se duhet njoftojnë kolegët izraelit dhe këto tonët. Kështu që kjo është historia, është lajm shumë i mirë. Besoj se bashkëshortja e zotit Baki Erisela, në mos gabojmë Erisela ka emrin, është informuar për këto zhvillimet fundit. Pra, nuk është më në autobus. Bakiu është në ambientet e aeroportit, kuptohet me duart lidhura në mbikëqyrjen e policisë izraelite me ato me leka diploma me tjerë e tjerë. Erdhi si rrjedhoi ndoshta presionin ndërkombëtar e avokatëve që ju thatë NGO-s apo edhe të kontakteve të qeverisë tonë atje? Nëpërmjet ambasadës. Po humor tani qeverisë tonë atje, të lutem mos bëj humor se Bakiu shkret po legët humor. Qeverisë nuk besoni që ka ndikuar edhe ndoshta raportet se ministria ka bërë disa deklarata këto ditë, po e ndjekin çështjen. Zotëri, ministrin Koplikar të punëve të jashtme të Shqipërisë unë e njoh që në moshën 15 vjeçare. Unë studioja për anglisht, ai studionte për frëngjisht. Tani ai është 60 vjeç, dakor? Kështu që mos pa prish këtë pjesë ditës që ka ngel, duke më përmendur ministrin e punëve të jashtme të Shqipërisë, edhe të Evropës, si ka një emër kjo ministria jon tani. Pra, është i rredhe madhe që Izraeli ka ceduar se ka ndiku ministria jon, apo ajo ambasadorja kushërira e largët e Ramës që i ka pasra Qemones, që është ambasadorja jon në Izrael. Jo. Ka qenë presionin ndërkombëtar, ka qenë nga ana teknike, e theksoj teknike, kontributi këtyre të juristëve, avokatërve të NGO-s Adalah, dhe ka qenë një gabim teknik, besoj unë, izraelitëve. Ai ministri super ekstremist që ka Izraeli me ato sjellje, domethënë prej Untersturmführeri SS, sikur të ishe në Auschwitz, jo sikur të ishe në një vend që pretendon që është i vetmi vend demokratik i lindjes mesme. Backfire, thonë anglezët, pra ka pas një efekt të kundërt. E përdorën për të poshtëruar këto, duke i rrëdzu për tokë me duart të lidhura e tjerë, por ka pas efekt kundërt sepse Evropa nuk i duron, qanë me dhe Australia dhe Amerika dhe Kanadaja, nuk i duron këto trajtime. Unë për shembull që i kam provu shumë keq në Shqipëri nuk më bën përshtypje. Por për Evropën ai jo shumë e madhe se quhet jo poshtërim, jo humiliation, domethënë jo torturë psikologjike e tjerë. Burgun e Spaqit kërciste dajaku me bisht lopate, ose në institucion speciale, pak deri në dhjetor 90 Shqipëri përdorshin pistolet elektrike, që i sjell tekniko-importi këtu nga Belgjika. Kështu që këto gjëra për mua janë të vogla, po për botën janë të mëdha. Ai poshtërim që i ka bërë dhe ai tangardik i ministrit me flamurin izraelit në dorë, këtu komandojmë ne e tjerë, që ka qenë shumë i mirë për elektoratin e ministrit, Zvirit, sepse ato thonë, çfarë bën ministri jon, por e ka dëmtuar shumë imazhin izraelit në botë, sepse nuk kemi të bëjmë më varja dava palestinezësh. Aty kishte lloj-lloj, edhe ai që ishte nga Bangladesh ishte shtetas anglez, ose ishte shtetas francez. Kështu që i vën pozitë vështirë ligjvënësit, pra senatorët, deputetët e Francës apo të Italisë. Ishte një deputet italian, dakor, 5 Stelle, Majtis, por ishte deputet, e trajtuan si qenë. Deputetin italian e trajtuan si qenë. Pa me reagimin e Melonit për situatën. Po normal, sepse kur një deputet i majt italian sulmoi ato bodyguardët e Melonit gjatë vizitës në Gjatër, policia shqiptare ishte shumë korrekte, as e rrahu, as e lidhi, ju gris këmisha, ju gris gjaketa ati, por në përleshje me bodyguardët e Melonit, pra italian me italian, kurse të e trajtuan si qenë. Dhe kjo, domethënë, Meloni që kush e di çfarë gjëra është komprometuese mund të kenë izraelitët dhe u detyroi që të bënte ham-ham. Nuk është pak, Dhe kur them kush e di çfarë gjëra është komprometuese, flas me kompetencë, sepse ka ndodhur nga 3 vjet parë një mbytyje anije në një liqen në Itali të Veriut, Lago Maggiore, mos gabojmë, aty kanë vdekur sa 007
italiane dhe izraelitet Mossadit, kështu që Mossadi ka qenë shumë i depërtuar në Itali. Plus pastaj një pjesë e mbrojtjes kibernetike të Italisë për turp zotit ishte në duart e një kompanie izraelite që kishte njerëz ish në punës Mossadit, por që kishin dhënë dorëheqjen. Pra, ka ta ndisë Italia ke niveli i akshit shqiptar, që komandojnë kudo izraelitët, din këto sekret që është në ruajtje, po themi, informatike në zyrat e shtetit shqiptar. Pra, në një situatë tillë, Meloni u detyru nga halli që të bënte gjëra të forta. Në disa vende evropiane janë thërritur ambasadorët në ministritë të jashtme për të protestuar. Kjo është shumë e rëndë nga ana diplomatike. Është gest i rëndë diplomatik, kush merr vesh nga diplomacia. Se është tjetër të shaj në gazetë punë e madhe, por kur të rritet ambasadori ndërron pazari. Kështu që u gjetën para një efekti bumerang. Reagoi bota sepse thash nuk ishte të bësh më me palestinez apo libanez vraj se s'u bë qameti. Po ashtu me dheu tani është po afron mos ka filluar sezoni turistik. Dhe të mbysësh 40 barka, veliera, jahte, peshkarexha, duke ka qenë edhe një remorkiator daltura pra të distancave të larta, është të krijosh rrezik plundrimi, se ajo mund mos shkojë në fund detit, mund të rri 4-5 metra, vjen kroqera, i bie çajet kroqera, rrezikohet jeta e njerëzve etj. Është çmenduri nga ana detare, është i tangardik. Pastaj Italia ka dhe problem tjetër specifik me Izraelin. Her pas here trupat italiane në përbërje të UNIFIL-it, pra të trupave të Kombeve të Bashkuara që janë në kufirin Liban-Izraelit, janë godit me raketa, me zjarr me bashëri, mitroloze, jo automatiku, mitroloz kaliber 50, domethënë 12 mm, kështu që kanë pas shumë incidente dhe Italia sado që mund të durojë, sado që nuk është shtet shumë serioz, është një nga 8 fuqitë më të mëdha ekonomike të botës. Ka i kufi dhe durimin në Itali, sepse mund të shpërthejnë greva demonstrata në Gjenova nga nisën anijet me armatime për shku në Izrael, mund të pengohet nafta, mallrat ndryshme, deri dhe makaronat që eksporton në Italia në Izrael. Pra të krijohen ndërlikime të dëmtohet biznesi italian dhe kryeministra Meloni nuk është Edi Rama që varja biznesit shqiptar, vetëm kokaina të jetë në rregull sa ajo na sjell lek për këto biznese të tjera varja. Edhe po u shkatërruan gjithas më prishin punë. Është problem, prandaj edhe Italia ka reaguar ashpër. Por ju thoni që pasi Bakiu të kthehet nuk do i kenë marruar telashet, se do i fillojnë edhe Shqipëri. Telashet Bakiu i ka filluar me kohë me vakt në Shqipëri. Sepse një 3 muaj më parë, 4 muaj, drejtoria antiterrorit e paditi penalisht Bakiu në prokurorinë e Vlorës për nxitje, për çarje, urrëtie fetare, grindje, se çfarë është një nen që i ngjan shumë nenit 55, nen kodin penal tanishëm, pra një forë propagande dhe agitacioni, po me maska demokratike. Filloi prokurore dinjitoze në Vlorë, goca re po trime ajo, hudhi poshtë padine antiterrorit, s'ka vepër penale këtu që përkthehet i ke pirdu, po me edukat, kuptohet. Kështu që Bakiu i kanë filluar të lashet juridikisht, jo thot Gjergji, s'ka si vlerë fjala ime. Me shkresë është paditur penalisht nga drejtoria antiterrorit, dështuan t'i hapshin gjyq, siç e kanë hap plot muslimanëve tjerë që kanë rras mren, dështuan, si me Lekicën Kukës, me atë Hoxhën në Shkodër, me një mjek që e futën burg kur do lundte futboll Izraeli këtu. Domethënë dështuan totalisht, nuk për prokuroria ja mbyllur, s'ka vepër penale. Pra ik qerou, keni sjellë paçavure. Por kur ai të vinë në aeroport, flas nga përvoja personale, do t'i heqin edhe të mbathurat. Flas nga përvoja personale në qershor të 2022-shit, unë kam zbërthyer dhe pantallonat në aeroport se mund kisha në i gjot, kisha më qef në i droga, në i arma, në i bomba atomike. Dhe u detyrun të ndërprisnin kontrolin kur unë thash t'i heqe dhe të mbathurat, të dalë si kryeministri juaj Rama me gruan e ministrit tuaj, se isha hala Çuçi ministri i Mrenshëm 2022-shit. A doni dalë ashtu i thash? Mirë po, gjithçka regjistrohet dhe ato gjetën keq se do shkote ke prorët, pra gruaja e ministrit me kryeministrin laguriq, a do të dalë si ato.
Domethënë ishte një strategji me imja i çik kështu provokative, do mbyll çështja. Pra po flas nga përvoja personale, jo a doni më për Belulin. Kur më kanë bërë mua 2022-shin këtij që ka porosit veçantë nga Izraeli, se për mua s'kishte porosit veçantë nga Izraeli. Kishte vetëm nga Meku në Mans, po edhe Izraelit ishte thonë shqipni herë çfarë mund të gjejmë këtij, po kaq, domethënë donin me gjetë se bet për ta arrestuar, dështuar, kuptohet. Bakiu do t'i rrjepin lëkurën dhe nuk është kjo për ta trembur. Do ta pyesin, do ta bëjnë, do t'i kërkojnë mos kanë ai celular, sa mund të ketë ndaj sekret. Ato i kanë humbur celularet para se të hypshin komandot izraelite ke Kiriakos, ke kjo Kaikia, motoveliera Kiriakos. Kështu që ai do ketë të lashë kur të mërri në Rinas për këtë e garantoj, po burrat për të ballut të lashet janë. Është i ruar nga atje. Gjeri, të lutem për ta mbyllur, bën dot një panoramë të situatës si do të vazhdojë lindjen e mesme, edhe në tërësitë të gjeopolitikës. Tani unë nuk jam gjitholog. Po, e kam fjalën duke nisur nga ajo atje me këtë që ndodhi me bllokimet, situata do vazhdojë një lloj në Gaza, nuk pritet të ketë ndonjë ndryshim. Domethënë Izraeli është edhe s'ka urdhëro? Armë pushim edhe ka, edhe s'ka. Trump një herë thot po, një herë thot jo, pra situata do vazhdojë kështu, mendoni edhe këtë verë? Tani ka i problem të madh. Izraeli është në rrethim. Domethënë detyrohet bëjë operacione të vrasit, plagosi në këto territoret e pushtuara palestineze ku ekziston ai far autoriteti kombëtar palestinez. Detyrohet të luftojnë në Liban dhe atje luftimet kanë kosto, se po digjen edhe Merkava 4, tanket më moderne që ka Izraeli, ndër më të mirët tanke në botë, konkurrojnë me Leopard 2 A7, konkurrojnë me Abrahams 2, pra janë nga më të mirët në botë, po digjen. Do të thotë që një tank i djegur miliona euro të shkatruara, pavarësisht se mund ta përdorësh për pjesë këmbimja të tankut, kanë analizim, po nëse. Pra, atje po derdhë gjak, po vriten deri në nivel majori, nuk është pak një major në ushtrinë izraelite, se ka investuar shteti i Izraelit për ta bërë atë major, shkollim, trajnim, përvojë, që është ke truri atij që ka vdek, që duhet ta marrë përvojën dikush tjetër. Domethënë, apo front tjetër, edhe me Hamasin punët s'ka mbyllur tamam. Është ky presion ndërkombëtar, se nuk është vetëm nga deti presioni me këto flotile që duan me çundim, është edhe nga toka, që do thotë soft power izraelit, spionazhi izraelit, ambasadë izraelite po investojnë për t'i ndaluar. Për shembull, një tjetër konvoj është sot në gjirin e Sirtes, në Libi, që ajo zona ku komandon feldmarshalli Haftar, që e ka në Tobruk atë, se tush kështjellën, atë bastionin e vet. Dhe e ka bllokuar Haftari, po Haftari është 80 vjeç burrësh, mësui që në kohën e kolonel Ghedafit, bo pazar të fortë. Ai nuk është nga këto kalamaqërit shqiptarë që shiten me i buzëqeshje izraelite me një thank you very much. Ai do kërkoj duket që ta bllokoj konvojin. Pra, janë telashe që i hapen ambasadës izraelite ose ministrisë jashtme izraelite, Mossadit, se do blesh me diçka feldmarshalin Haftar. Me mbrapa ti është Franca, është Rusia, pra nuk është pa buks. Nuk është banda e Çoles në 97-ën, që e trem në koloneli i karabinierëve italian. Izraeli është hall. Irani mund ta bombardojë sa dojë, mund vras koloneli general, ka sa dush koloneli general. Gjaku iranian është gjak lirë. Kjo është katrosh, po punë e madhe. Nafta po bëhet nami në Azinë Juglindore. Në Singapur dhe në Malajzi po mbyllen shkollat. Bëni online si në kohën e Covidit që të ketë sa më pak qarkullim makinesh. Po flasim për Malajzinë që prodhon vetë naftën, prodhon goxha, shet, bo dokumenta falso për naftën ruse, për naftën iraniane për të thyer këto sanksionet. Dhe kur Malajzia detyrohet të thotë universitetit bëni online që qarkullojnë sa më pak makina. Ato kanë zgjedhjen në Malajzi, çmimi atje për malajzianët është diku ke 50 lekë të reja i karburantit për litër, nuk e ngrenë dot se ta jep në zgjedhje se malajzianët nuk janë si shqiptarët që futja kollodokun pa e lubrifiku fare me graso dhe prapja merr votën, ndro pazari. Pra ka një krizë nafte, India ka probleme të mëdha se ka shumë industri që janë shumë lupse të energjisë. India po spunoj industria, po se eksportoj vdesin uri ato.
kthehen në kohën e Churchillit 43-shin. Kështu që situata është shumë e rëndë. Çelësat e Hormuzit tashmë i ka Irani. Është shumë e ngjashme me situatën në luftën e parë botërore në Çanakkale. Urdhë hapi ngushticat, nuk e hapte dot Franca me Anglinë. Fuqia e parë detare e botës, fuqia e katërt detare e botës që ishte Franca. Nuk i hapshin dot ngushticat. Ushtria turke me topat vjetra, kishte topat të ri të vegjël xhanat. Me instruktor gjerman i dha shamat. U derdh gjak pafund turk, u derdh çik gjak gjerman, po se hapën dot ngushticat. E njëjta gjë është edhe me Hormuzin, urdhë hape. Do ta bombardoj, do vrasë Irania, po punë e madhe. U vran 2 milioni iranian në luftën me Irakun. E çanolli as i kjo. Kam pjell shumë gratë iraniane tani. Është gati dy fishe i çik. Irani sotëm me Iranin në luftës Iran-Irak. Kështu që është gjak i lirë për ti. Me u vra një ushtar izraelit bëhet mami, ati me u vra i kolonel, u vra gjergji, do vi kolonel tjetër, ose kolonel tjetër. Do të thënë është situatë që nuk e thyn vullnetin e popullit. Dështun këto të manzës, se Shahu është figurë e madhe e bukur, po s'ka njerëz në terren, dështun këto të manzës me akte terroriste, duke vrarë ai brigadier general, domethënë general me një yll, me drona, me kështu, dështun vëlla nuk e ngritën dot popullit kryegrindje, nuk i thyn dot burgjet, nuk i thyn dot depot e armatimit siç ndodhen në Shqipëri në 97-ën. Dështuan. Tentuan me bë atë përvojën slovene që ti tremshin oficerë që të marrë grum peng, të marrë kalamajt peng, dështuan edhe aty. Tani ç'do të bësh? Të zbarkosh. I vend malor me dregje me shejtan siç është Irani, do 1 milion ushtarë me çu atje. Kush do i çoj? Tani Amerika sa do ta thonë këto jo komandoni Izraeli këto, edhe se ka dhe interesa nacionale, ka sherr në madh me Kinën. Është konkurrencë e madhe. Është siç konkuronte Anglia me Gjermaninë prak luftës parë botërore. Tani do merresh ato me i Serbi që do të më bë budalliqe në Ballkan, kuptove? Se ne kemi sherr mod. Pra gjithçka është ekonomi, gjë që unë të falenderoj shumë për këtë bisedë të shpejtë për këtë çështje. Faleminderit shumë për gatishmërinë për të folur. Për punimin, të jam mirënjohës për kohën. Mirë.